aftësia e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kontrolluar naftën në lindjen e mesme ka rënë pasi nafta po kalon, por po kalon nafta e Iranit dhe po kalon nafta që shkon drejt vendeve me të cilat Irani ka bërë marrëveshje. Pra, edhe një herë duke e vendosur një pozicion më të lartë Iranin. Rrjedhimisht në këto kushte, duke ndalur pak tek falni, sa ta mbaroj këtë, në këto kushte rrjedhimisht është bërë e qartë që ose do të vijohet më tej, pra ajo efekti në poker thot double down, duke e përshkallëzuar konfliktin, ose Amerika do të duhet të bëjë një zbrapse, gjë që është e papranueshme, jo vetëm për natyrën e presidentit Trump, pasi të gjithë po e interpretojnë si një humbje strategjike aktualisht, por edhe për vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një moment pa precedent për Shtetet Bashkuara të Amerikës që pas luftës së dytë botërore, do argumentoja unë, që një shtet me një fuqi shumë herë më të dobët sa Amerika i thot jo, dhe në fakt ja del deri diku që ta arrijë këtë gjë. Pra, përshkallëzimi duket sikur është gjithmonë më evident. Është më i prekshëm. Ndërkohë në Këshillin e Sigurimit Rusia dhe Kina kanë vendosur veto ndaj një projekt rezolute të paraqitur nga vendet e Gjirit, e cila inkurajonte fuqimisht përpjekjen mbrojtëse të koordinuara për të siguruar ngushtisjen e Hormuzit. Janë 11 vende që kanë votuar pro, 2 anëtarë të Këshillit kanë abstenuar, Pakistani dhe Kolumbia. Pas javësh negociatash, drafti i zbutur ndjeshëm fillimisht ishte nën kapitullin e 8 që autorizon përdorimin e forcës ushtarake. Më pas u hoq kapitulli i 8, mbeti formulimi duke autorizuar shtetet të përdorin të gjitha mjetet mbrojtëse të nevojshme dhe në fund u reduktuan në fjalin inkurajon fuqimisht përpjekje mbrojtëse. Është drejtuar nga ministri i jashtëm i Bahreinit, ai u tha anëtarëve të Këshillit se drafti nuk krijon një realitet të ri, por është një përgjigje serioze ndaj një modeli të përsëritur të sjelljes armiqësore nga Irani, e cila duhet të ndalet. Megjithatë, siç e thash, Rusia dhe Kina kanë vendosur veton ndaj kësaj projekti rezolute. Si e ripozicionon tashmë mendimin dhe atë që pritet të ndodhë në pak orë që nga tani që flasim? Po, fakti që u rrëzua është edhe një goditje tjetër diplomatike këtë herë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht vendet më të ngushta aleate të SBA-ve do të pranonin një rezolut tillë. Shikojmë abstenime, gjë që më përpara nuk është se do të ishte kaq prezente dhe sigurisht pritej do thoja që Rusia dhe Kina ta refuzonin këtë rezolut. Por në thelb mendoj se ajo që kjo komunikon është që nuk mund të përdoren instrumentat ndërkombëtar, pra të legitimiteti ndërkombëtar